Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra, prej veprave më të rëndësishme dhe më të vlefshme që mund ta bëjë besimtari islam në jetën e kësaj bote, është t'i dërgojë salavate pejgamberit alayhi salatu wassalam, të thotë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Është një vepër e vogël, e lehtë, e kollajshme, por që shumë shpërblehet te Allahu i Madhërisëm dhe ka mirësi të pafundshme si në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër. I dërguari i Zotit Muhammedi alayhi salatu wassalam thotë: "Men salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi bi ashara." Kush më dërgon mua një herë salavat, Allahu ja kthen atij 10 herë. Ai që dërgon salavate mbi pejgamberin Muhammed alayhi salatu wassalam, vërteton se nuk është koprac. Pejgamberi alayhi salam thotë: "Koprac është ai në prezencën e të cilit përmendet emri im dhe nuk më dërgon salavat." I dërguari i Zotit gjithashtu thotë: "Allahu ka melek të cilët udhtojnë nëpër tokë dhe mi përcjellin selamet e ummetit tim. Allahu i Madhërisëm i fal gjunahet atij që shpesh dërgon salavate dhe i shton të mira." Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: "Kush më dërgon mua salavate, i falen 10 gjunahe dhe i ngriten 10 shkallë." Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon se dërgimi i salavateve ndaj tij largon mallkimin e Allahut të Madhërisëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një rast tha: "Mallkuar qoftë ai i cili dëgjon emrin tim dhe nuk dërgon salavate mbi mua." I dërguari i Zotit Muhammedi alayhi salatu wassalam thotë: "Vërtet njeriu më i afërt me mua në ditën e gjykimit është ai person që më ka dërguar më shumë salavate." Pejgamberi i Zotit thotë: "Kush më dërgon 10 herë salavate kur zgjohet dhe 10 herë kur bie në mbrëmje, e përfshin shefati im." Pejgamberi alayhi salatu wassalam gjithashtu thotë: "Nuk ka asnjë lutje që në mes saj e qiellit të mos ketë pengesë, përderisa nuk dërgohet salavat mbi mua, dhe vetëm pasi të dërgohet salavati, Allahu e largon pengesën." Të gjitha këto fakte tregojnë se me të vërtet Allahu i Madhërisëm e ka ngritur pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe ai është krijesa më e dashur e Zotit. Andaj ne duhet gjithmonë t'i dërgojmë salavate pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe të mos na kaloj asnjë ditë nga jeta jon pa mos i quar salavate pejgamberit alayhi salatu wassalam, e sidomos në natën e xuma dhe ditën e xuma.